Fabio Cannavaro ka komentuar së fundmi mbi zërat që e lidhin atë me një rol të mundshëm drejtues në stolin e kombëtares së Shqipërisë, në rast largimit të përzgjedhësit aktual Sylvinho. Në një deklaratë drejt për drejt, fituesi i Kupës së Botës me Italinë theksoi se për të nuk ka shumë rëndësi vendi ku punon, por projekti dhe mundësia për të qenë aktiv në fushë dhe në ndërtimin e një skuadre konkurruese. Mund të jetë Serie A, Kina, Turqia, qoftë dhe Shqipëria, rëndësi ka të trajnosh dhe të jesh brenda një projekti në fushë, ka deklaruar mbrojtësi legjendar. Deklarata e Cannavaros ka ngjallur vëmendje në opinionin sportiv, duke nënë të hapur mundësinë e një angazhimi të tij të ardhshëm në futbollin ndërkombëtar, përfshirë edhe një rol potencial në drejtimin e kombëtarja Shqipërisë. Ish mbrojtësi legjendar ka theksuar shpesh në karrierën e tij si trajner se prioritet për të është projekt sportiv i qartë dhe mundësia për të ndërtuar një ekip me vizion afatgjatë, pavarësisht kampionatit apo vendit ku zhvillohet. Duke marrë parasysh se Shqipëria në radhët e saj ka një gjenerat fantastike futbollistësh, nuk përjashtohet mundësia që Cannavaron ta shohim së shpejti duke marrë drejtimin e kuqezinjve.